vazhdoni të mendoni që vendi të shkojnë zgjedhje dhe vetëm duhet ta mësojmë datën, apo nga ky takim goxha i gjatë, siç e thash ka nisur diku pas orës 6, pas dite që po vazhdon ende mund të prodhohet diçka sa i përket konstruimit të institucioneve të vendit. Unë gjithsesi se dua mos të jem gjithmonë i saktë edhe të gaboj. Sa rrallë kisha dashur po t'jesh i saktë. Besoj gjithë ne. Po fatkeqësisht përvoja deri tashti në bazë të komenteve analizave që i kam bëhe, ku dëshmitar ke qenë ti në të shumtën e rasteve, nuk është që më ka dalë që ndryshe. Hena ke dëshpruar, hena ke gëzu. Edhe vetaj parashikimi se po vje era zgjedhje e vetëm data s'po dihet një farforme, po ndjehet kur e kanë refuzu takimin PDK-ja dhe AK-ja. Nëse flasim për këtë takimin që tash është duke u zhvilluar midis vetëvendosjes dhe LDK-s, duhet ta kemi parasysh që të dy këto parti, së bashku me komunitetet jeshumicë jo serbe, nuk kalojnë më shumë numrin se sa të 80 deputetëve. Duke marrë për shkas edhe zhvillimet që nuk ishin të lehta brenda LDK-s jo shumë kohë më parë, rritet doza e skepticizmit. Kjo për faktin se të gjithë e dinë që është çështja e presidentit në pyetje. Zoti Kurti ka numrat për qeverinë edhe për kryeparlamentarin, ai shihet në bazë të deklarimeve publike se dëshiron të ndajë pushtetin. Po se cila do të jetë marrëveshja, çfarë do të bëhet me pozitën e presidentit dhe se si do të qasej LDK-ja në këtë rast, kjo nuk mendoj se mbetet fort për të diskutuar, kjo e zbet dozën e optimizmit. Pra nëse nuk përfshihet në ndonjëra prej partive të tjera opozitare, atëherë me shumë gjasë vendi, pa nevojshëm. Është nevojshme një parti e tretë shqiptare të jetë pjesë e këtij ekuacioni që të kalohet, po themi, që çmangën zgjedhjet. Po në këtë rast është aleanca, ajo e cila i ka paraqitur të 6 kushtet, mirë po në anën tjetër zoti Gjini nuk e kuptoj pse nuk shkon në takim të diskutoj, se tek e fundit politika këtë e ka, që takosh të diskutosh nuk ka asgjë të keqe. Në momentin kur përgjigjesh vetëm një letër ftohtë, atëherë i bie se je i gatshëm edhe për një betejë të ashme politike. Unë uroj të mos jetë kështu, kemi kaluar për 1 vjet e gjysmë 3 palë zgjedhje. Megjithatë janë liderët e subjekteve politike, janë organizmat brenda këtyre partive që vendosin se si do ta zhvillojnë betejën tutje. PDK u deklaru se ne duam të mbesim në opozit, me gjasë në takimin e parë s'kam pas sinjale të përafrimit, para se deklarohen që duan të mbesin në opozit eksponentët caktuar të kësaj partije, thanë se janë shumë largë me lëvizjen vetëvendosje, kjo i bie që në këtë fazë nuk mund të përafrojnë qëndrime. Mbetet aleanca, ajo e cila mund të përcaktoj kësaj radhe nëse do të kemi ose jo president, po qëse vetëvendosja dhe LDK dalin nga ky takim optimist. Xhan, çfarë pret nga marrëveshja? Nga, po themi, jo marrëveshja, takimi.